Buqim në bu CHI. Bu CHI podcast. Më merr Jo, okay, në rregull ime. Ndjenja dhe energjitë më marrin shumë, domethënë, sepse janë këto gjëra që më shqetësojnë vërtet edhe Jo, në është studimin pozitive që i kam që bërë unë figurës tënde, se si Stefim i kem studiuar e rishikuar etj, po që diçka që më ka dhënë për vërtet në shpirt, se e kam parë dhe kohët e fundit edhe e kam parë para një jave, kam parë një intervistë, një bisedë tënde me Mustafa Nano. Tek emisioni Arnautistan. Edhe në një moment zoti Nano ose gazetari Nano ose Mustafa i pyet për Beratin, edhe ti me të drejtën tënde dhe që unë mendoj dhe që është e vërtet, thua që Berati ka vdekur me kohë kulturalisht. Edhe unë e dija, siç e di çdo njeri tjetër, domethënë që ka sy në ball edhe vesh të dëgjoj, domethënë edhe ndjenja për të ndjerë, po që kush e vrau Beratin? Kjo është fete 1 milion. Fakt nuk është vrasja, nuk ka ardhur në mënyrë të menjëhershme. Kjo është e vërteta sipas meje, vrasja ka ardhur graduale. Dhe kanë kontribuar të gjithë për vrasjen e Beratit. Pra nuk ka një vrasës, po themi, por ka shumë vrasës. E para është viti i llahtasëm që sot fatmirësisht është harruar, sepse kujtesa e ka edhe këtë të mirë që haron ato të këqijat që kalon njeriu, që kalon njerëzimi, sepse përndryshe do ishte një depresion i madh e gjithë shoqëria njerëzore, ato që ka kaluar bota. Është viti i tmeshëm 1997. Ky vit mendoj që është ai që ja ka dhënë goditjen përfundimtare qytetit Beratit, dhe nga ky vit dhe në vijim, vetëm se ajo është goditja përfundimtare, por se nga ky vit dhe në vijim, vetëm se ka vijuar të ikin njerëzit prej tij, dhe të ngelen aty pastaj ata që nuk kanë mundësi për të ikur, por njerëzit janë ata që janë pasuria e një qyteti në fakt, sepse ne mburemi sot me vjetërsinë, me trashëgimin kulturore, por ato Mangalemi, Gorica nuk do ishin dhe nuk do ekzistonin pa njerëzit aty. Janë njerëzit ata që kanë ndërtuar edhe pasurinë arkitekturore, por edhe pasurinë shpirtërore të qytetit. Pra praktikisht sot kemi një qytet që në pamje të jashtme është më me ngjyra, është më me dritë në aspekti viziv, po themi, por kemi një qytet më të varfër kulturalisht dhe kemi një qytet më të varfër shpirtërisht. Pra dhe molla e kuqe me krimin brenda. Është pikërisht ajo, është një foto që qarkullon këto rrjete sociale, që nga një anë është molla e bukur, nga ana tjetër është e ngrënë pikërisht nga krimi. Sigurisht që po të pyesësh këta që drejtojnë sot Beratin ose ata që kanë drejtuar ndër vite, sigurisht që do flasin për arritje dhe sigurisht që do flasin për ndryshime rrënjësore dhe ndryshime thelbësore, por unë të sfidoj me një element shumë të thjesht në dukje. Mjafton të zhvillosh sot në Berat një debat, po them, ose një takim me një shkrimtar, kushdo qoftë ai, dhe do shohësh se sa njerëz do të mblidhen, ose edhe ata që do të mblidhen, pastaj do shohësh se kush do të mblidhet aty, se edhe kjo është pastaj është çështje tjetër. Pra, jeta kulturore, nëse në Berat dikur ka pasur 30 artistë, 30 piktorë, po themi, sot ka shumë pak. Nëse dikur ka pasur një trup teatrale, sot nuk ka. Nëse dikur ka pasur aktor ose përfaqësues që mund ta përfaqësonin qytetin edhe në, po themi, edhe në nivele të tjera jashtë qytetit, jashtë Beratit, por mos folu pastaj për sportin e për të gjitha këto të tjerat. Sigurisht Berati sot ka, po themi, një lloj zhvillimi dhe një lloj bumi turistik, kjo duhet pranuar,
Por kjo për këtë nuk ka asnjë më madhe e bumit turistik e sigurisht unë gjimnas donin punonin donin 9 lekë kur ishim drejt s'kishte mjaftueshëm punë. S'kishte as turista. Tani që ka turista nuk ka më njerëz për të punuar. Kanë vajtur rroga, kanë bërë rroga jashtëzakonisht shumë të mira, paguajnë, po kanë filluar kamarier paguajnë njësoj sa mësues. Domethënë edhe prap s'ka, nuk I gjejnë dot se kanë ikur të gjithë. Po kanë ikur njerëz pra, prandaj po them, ndaj thashë është varfëruar qyteti, s'ka, ka ngelur godinat, po s'ka njerëz. E para kjo, e dyta, duhet të preka një çështje tjetër që është shumë delikate sot në qytet, edhe njerëzit atje po vetëm ata që jetojnë atje e ndjejnë këtë gjë. Ndërkohë që është rritur dhe zhvilluar turizmi, dhe për ata njerëzit që merren me turizëm aty mund të ketë një lloj, po themi, të mire ekonomike, për gjithë pjesën tjetër është në disfavor, sepse pikërisht kjo rritje e turizmit ka bërë të rritet dhe jetesa, ndërkohë që të ardhurat e njerëzve janë po të njëjtat. Pra çfarë po ndodh? Po ndodh një fenomen që ne po përgatisim një qytet për të huajet, po themi, ose për të tjerë që na vinë aty për të kaluar një fundjavë dhe nuk e kanë problem të qoftë edhe të shpenzojnë diçka më tepër, por ndërkohë edhe ata pak njerëz që na kanë ngelur aty, po I pamundsohet jetesa, sepse po rritet kosto e jetesës, ndërkohë që të ardhurat e tyre janë po të njëjta. Ky është një problem shumë I madh që nuk e di se si do zgjidhet, por është një problem I ndjeshëm sot në qytet. Po, shoqëruar nga problemi që edhe ato që gjërat që janë gjërat resurse le të themi krijues paraje janë edhe në disa duar që jo domosdoshmërisht dua të hyj në detaje, domethënë se si është përqendruar e gjitha. Po më sa duket, domethënë nuk kam miq edhe nga Gjirokastra, kam miq edhe nga Fieri, domethënë sa duket Ramir është diçka që po ndodh, domethënë të gjitha qytetet. Çdo gjë nëse e kalon nga rrezja e Tiranës, nëse ndihmoft Zoti po e le Tiranën, domethënë edhe duket sikur ti s'e fillon vdes shpirti, domethënë. Se mund të vej robi në Berat të shikoj Kalan, po në Berat nuk ka një kinema. Në Berat do pish ose kafe, ose do vesh do vizitosh ato gjërat, po një herë mund të bësh ato gjëra, se do vesh ditë për ditë në zë. Nuk do vesh ditë për ditë të shikosh një kish, nuk do vesh ditë për ditë shikosh Kalan, apo nuk do udhëtosh dritë për ditë deri në Skrapare shikosh Kalan. Ajo është diçka që bëhet një herë dhe ikën. Po është diçka që nuk ka thjesht, nuk ka çfarë të bëj. Unë njëjtën gjë ka bërë dhe unë. Atje jam unë më I mirë se sa të tjerët, as pak. Thjesht një njerëz normal, mesatare e gjitha të tjerë aty. Por fati ashtu na ka qelluar që jemi larguar dhe kemi parë disa gjëra edhe nga moria aktiviteteve që të rinj thej bëshin e na duket okay, plako se ne ose do rinë të lagja ose do rinë të llot ose do ikin të pimi një kafe, domethënë kaq ishte. Kaq ishte domethënë. Unë nuk e them me turp këtë. Po nuk e them as me krenari, ose ashtu ka qenë në pritje. Absolutisht. Po të paktën ka kaluar koha dhe e kemi realizuar, po unë bëhet 10 vite në tetor të 2024-s, unë bën 10 vite që ka ikur dhe nuk ka ndryshuar asnjë gjë. Përkundrazi është bërë më keq. Përkundrazi është bërë më keq. Tek tu ikëm ndonjëherë të futeshim nga kangjullat e stadiumit e to, mori shikonim në një ndeshje ose ku na fuste ndonjëri që na kishte qef. Tashi as ajo nuk është më. Patjetër. Tek tu na detyronin pritje të ikim tek ajo biblioteka e famshme. Merrim në një libër, tashi nuk e di është hapur apo jo. Hapur është. Problemi është, e përmendë që nuk është vetëm Berati, po janë gjitha këto qytete, sepse kjo ka të bëjë me politikat e gabuara që janë ndjekur në gjithë këto vite. Pra çfarë është bërë? Ka qenë tendenca e përqendrimit të gjithçka në kryeqytet, fondet në kryeqytet, administrata në kryeqytet, pushteti, domethënë ministrit gjitha në kryeqytet. Ndërkohë që Shqipëria në të gjithë 28.000 e ca kilometra saj katror dhe 350 kilometër nga veriu në jug është shumë e vogël, nuk po flas me distancat e Gjermanisë, por dhe me distancat e atyre vendeve rreth e përqark kësaj është shumë e vogël. Pra mund të ishte ndjekur një politikë tjetër, mund të ishte ndjekur një politikë që ti kishte stimuluar qytetet tona, ti kishte stimuluar zonat tona karakteristike, mund të ishte bërë një filial, mund të ishte bërë një deg universiteti në Berat, mund të ishte një drejtori arkeologjike kombëtare, po themi në Berat, po marr unë tani se nuk është se po them kjo që them unë është zgjidhja, por mund të kishte zgjidhje të tilla, një tjetër mund të ishte në Gjirokastë, mund të ishte një ministri në Berat, dhe kjo mund ta bënte pak jetën, po themi më me ngjyra dhe pikërisht mund të sidomos në shkollat profesionale, shkollat për hoteleri turizëm, domethënë. Patjetër,
Berati ka 2 shkolla profesionale, por është një politikë e tërë që nuk stimulon vajtjen te shkollat profesionale, sepse te shkollat tona profesionale vjen vetëm nxënësit që janë më të dobët dhe ata që vjen atje nuk mësojnë fare sepse duan ta marrin shkollën kështu. Ndërkohë që koha tani realiteti po tregon që shkollat profesionale kanë më shumë vlerë se sa gjimnazi. Kanë më shumë vlerë, patjetër. Dhe e ardhmja është pikërisht e shkollave profesionale. E para është tendenca e madhe që të gjithë nxënësit ikin drejt gjimnazit. Se mëson, se nuk mëson sepse është krijuar ideja që po vajtëm gjimnaz do ta marrim. Ndërkohë që pas gjimnazit, nxënësit dobët po flasim, ai që nuk ka mundësi për një shkollë të mirë, do të duhet të bëjë një shkollë tjetër profesionale. Pra janë 4 vite ose 3 vite tani të shkuara dëm, ndërkohë që ne mund t'i orientonim që në 9 vjeçare, që pas 9 vjeçares këta të vënë në këto shkolla profesionale, pikërisht për ato nevoja që ka tregu, dhe tregu sot pikërisht turizmi ka nevoja shumë të mëdha, ka nevoja të jashtëzakonshme. Tani të kohë gjyshi zanati s'le asnjëherë pa bukë, po që është absolute, pleqët e vjetër kanë thënë atë edhe të paktën të marrë një zanat që mos kelet pa bukë, domethënë. Por tani kjo e ka tejkaluar çështjen ekzistenciale të bukës. Zanati tani sidomos të kushtet e sotme të pasuron. Të pasuron, po është, shiko, duhet të pranojmë edhe faktin që le të themi këshillimi i karrierës është pothuajse inekzistent, të paktën nga që unë kam qenë unë. Mahamendja ku ke qenë ti në shkollë nuk ka qenë si gjë fare. Prandaj po them s'ka qenë fare, por dhe tani që është këshillim i karrierës, që është një lëndë kastile, nuk i jepet rëndësia e dur kësaj çështje. Por është pikërisht ajo që duhet të ishte më e domosdoshme dhe më e rëndësishme për t'i orientuar, por përpara se duhet të orientuar fëmijët, sepse duke pasur një eksperiencë të gjatë në fushën e mësimdhënies, unë kthehem prapë te kjo që aty ku më dhe më shumë, përpara se të orientojnë fëmijët, duhen orientuar një prindërit e fëmijëve. Sepse ky është, prandaj thash, është një keqkuptim shumë i madh se gjithmonë pasi problemi në dukje ka disa probleme të tjera që janë të fshehura, që ato janë më të rëndësishme se sa ai që duket. Sepse edhe pastaj edhe vetë prindrit edhe. Shiko, me që ti e ke dhe formimin dhe kapacitetin dhe eksperiencën ndër vite në sistemin shkollor. Unë kam ca mendime të mia që do doja të t'i shprehja edhe të meje një le të themi një feedback, si thon feedback në shqiptari. Aty. Unë mendoj se ne bëjmë shumë pak shkollë në ditë të burit në Shqipëri. Mendoj sikur jemi për një kohë të shkurtër në shkollë, mendoj sikur sistemi për shembull anglez ose këto sistemet e tjera që i kanë orët, domethënë më të mira të formuluara dhe fëmia është për një kohë më të gjatë në shkollë që nuk është domosdoshmërisht të duhej që ta marrë dikush nga shkolla sidomos kur janë të vegjël. Se hajde dhe kur jeni në gjimnaz, domethënë, okay, mund të shkosh edhe vetë edhe kështu, por ne e dimë se si është bërë jeta në Tiranë, e dimë se sa e rrezikshme është tash televiziti një fëmijë vetëm, fatkeqësisht nuk mendon se do vinë ndonjëherë kjo ditë për Shqipërinë, se mendon se ishte më të mirë të botës, por ajo që erdhi. Edhe ka shumë shkolla që janë mbarojnë mësimin në orën 11, unë nuk e di afare. Kam lënë trut e kokës kur më ka treguar një vëlla për në kryeqytet, domethënë sidomos në shkollat fillore që mbarojnë shumë shpejt sepse ashtu e kanë ato që prej Covidit nuk e kanë marrë veten. Por edhe ajo që kem bërë unë përpara, që ishte ora 8 me 1:30, domethënë, në një shoqëri që do funksionojë si funksionon shoqëritë perëndimore ku të dy prindrit punojnë të angazhuar e të bërë, lë një pjesë shumë të madhe që fëmia është, domethënë, me Zotin. Ta shikoj ai si përse çfarë do bëj, se pjesa e babysitting në Shqipëri nuk ekziston as ka për ta ekzistuar për shumë vite. Një lloj organizimi i komunitetit i lagjes që dikush nga këta prindrit të vetë marrin të 10 fëmijë të shpërndajnë për shtëpia prapë nuk ekziston. Apo ti mbaj. Kështu që a mos ndoshta është sistemi shkollor para universitar shqiptar është një frut i pjekur gati për të kputur nga pema në kuptimin që duhet është ka ardhur koha që të bëhet një reformë, domethënë e kompletshme që nga rrënja, që nga ideimi i çdo lloji gjëje, apo është kjo një gjë që nuk mendohet fare dhe nuk ka për të bërë ndonjëherë. Kur dolën rezultatet e fundit të PISA-s, që përmenda edhe pak më parë, në fakt bëra një shkrim dhe kam dalë edhe disa herë në televizor dhe e kam thënë këtë. Por problemi i arsimtarëve dhe problemi atyre që duhet të flasin për këtë çështje është se duke qenë shumë e induktuar politika në gjithë sistemin tonë arsimor, më së paku ata që duhet të flasin kanë frikë të flasin, dhe kjo është fatkeqësia shumë e madhe që ndodh në Shqipëri. Sepse gjithçka është lidhur me politikën dhe për gjithçka bëhet fjalë për bukën e gojës dhe përballë
presionit për bukën e gojës, njeriu e ka më të thjeshtë uli kokën atje dhe të vejë atje në atë orë në punë, të marrë atë rrogën në fund të muajit dhe ta mbylli këtë histori këtu, domethënë. Sigurisht që sistemi arsimor shqiptar, jo vetëm për këto që përmendet juve, ka nevojë për një diskutim mbarkombëtar, jo me ngjyresa politike. Të flasin profesionistët dhe të flasin ekspertët e fushës. Problemi ynë është se gjithmonë reformat, sa herë që ndryshojnë qeverit, bëhen reforma sipas orekseve të partisë që vjen në pushtet. Një parti që qëndron gjatë pushtetit pastaj në Shqipëri, në dallim nga vendet e Evropës, sa më shumë kohë kalon, aq më tepër ai frut që thatë ju, jo piqet, po kalbet. Dhe pikërisht të gjitha sektorët e rëndësishëm në Shqipëri nuk janë pjekur, por janë kalbur. Dhe sidomos arsimi. Nuk e ka vetëm tek çështja e pranisë fizike në shkollë, por tek çështja konceptuale të gjithë kurikulës e të gjithë reformës arsimore, nga shkolla fillore në shkollën e mesme po flasim, sepse bjem dakord të paktën që sidomos e mesmja, është ajo që ka rëndësi më të madhe për formimin dhe për atë se çfarë do të vi më pas, qoftë në shkollën e lartë, por qoftë dhe për jetën që fëmia do të zgjedhë. Por çfarë thash? Problemi është se ne sot kemi një varfëri totale të mësimdhënies. Ju duhet ta dini që mësuesët e rinj, sidomos të viteve fundit, janë pikërisht nxënësit më të dobët që kanë qenë në gjimnaz, sepse nuk vete njëri tjetër në Shqipëri për mësuesi. Pra si mund të mos dikush që nuk e ka qef mësimin vet, si mund të mësojë të tjerë? Po pikërisht pra këtë po them, prandaj thash është një krizë e madhe. Është një krizë e cila duhet të veri alarmin e gjithë shoqëria shqiptare. Është një krizë që nuk zgjidhet as me një terren të lapsit, por nuk zgjidhet as duke anatemuar tjetrin, ja se janë këta edhe ai ti shajm këta që janë son pushtetet, vim ne nesër pushtetet ta bëjmë kësaj këta. Se kështu ndodhi. Nëse u arritën disa gjëra, sidomos në 4 vjeçarin e parë, po themi të qeverisë së Partisë Demokratike 2005-2009, nga 2009-2013 u bë aq keq sa kur erdhën këta, sa do keq e bën këta, njerëzit mbani mend akoma ça ishte bërë atëherë, domethënë, dhe tani e keqa në vend që ata që vinë të bëjnë diçka më të mirë, domethënë, tek ne në Shqipëri, domethënë kjo është fatkeqësi e madhe, ata që vinë e bëjnë më keq. E keqa vetëm se thellohet edhe më shumë. Sigurisht që për të dalë edhe tek ajo që pyetët ju në fillim, unë nuk mendoj se ka një sistem arsimor që të themi që ky është sistemi arsimor që do të japi zgjidhje të gjithë problematikave tona, do të japi zgjidhje të gjithë përgjigjeve tona. Por ne mund të arrijmë nëpërmjet diskutimeve dhe nëpërmjet tryezave dhe nëpërmjet shumë mendimeve të arrijmë të diçka e pranueshme. Sigurisht që jo domosdoshmërisht prezenca e gjatë në shkollë e bën nxënësin më të ditur dhe e motivon më shumë, dhe këtë do të pranojmë. Pikërisht e përmenda faktin që nuk dua të referohem kurrikulës, domethënë sepse nuk i përkas fushës dhe nuk kam kapacitetin e dur për ta filluar se si do. Po ideja është nga organizimi i shoqërisë. Një vëlla më ka thënë diçka, dua ta ndaj këtë që të japë kontekstin të drejtë për drejtë. Kam pasur debat me një vëlla, i biri i vet është 3 vjeç edhe po tani e shkon siç diskuton vllai me vllain për gjërat më vonë edhe tha që të shkojnë në shkollë private tha. Edhe unë kam qenë në shkollë private vetë kur kam qenë i vogël dhe i thashë jo, nuk do ta çosh në shkollë private edhe pastaj më tha shifë tha. Shkolla shtetërore tha bën këto gjën. Unë jam në punë, ime shoqja është në punë. Që unë jam i detyruar që mbasi të mbaroj shkollën private të lë punën për gjysmore, mbasi të mbaroj shkollën shtetërore, të lë punën. Ta çoj me një që ta mbaj mbas dite me lekë që do të prap privat si tip kampi, do vete në punë, do vete kthehem prapë nga puna ta marr atje dhe kjo kushton minimalisht më pak lekë se sa nëse do të kisha në shkollë private komplet, ku do ta ofronte të gjithë shërbimin, ka mëngjesi deri mbas dite, siç funksionon në shkollat e tjera shtetërore. Një edhe pastaj ushqimi, gjëra sa le të themi artikuj kemi pasur që helmojnë nxënësit që shiten cigaret që pinim ne te vabdutu karbonara për jashta.
që shiteshin me nga 5 leksha e tjerë. Se i kam bërë, unë i kam bërë shumica, të gjithë i kam bërë. E kupton? Sigaret nuk janë asnjë gjë, sepse tani ka filluar fenomeni i ashashit, të gjithë nxënësit që 9 vjeçare që shkollë mesme do të thonë se ka filluar në Tiranë, për shkakun se kanë dëgjuar, është ka kokainë, ka edhe gjëra të tjera, domethënë, po që ajo këto janë problematika, po unë jo domosdoshmërisht do ta dramatizoj se nuk dua të trëm njerëzit, po thjesht do t'i drejtoj në një farë lloj të mendojmë pak edhe të krijoj një farë lloj diskutimi që për një mbarvajtje të mirë, për një shoqëri domethënë ku njerëzit janë të angazhuar, janë në punë të tyre, duhet të ketë një lloj sistemi që të mundëson të jep lirinë, domethënë që fëmia të jetë duke bërë diçka, dhe jo të dalë rrugë që është dilim ne atëherë, rinim. Deri sa të vinte mamaja ose babai me puna, isha princ vllai, nuk bëja asnjë gjë. E ke parasysh? S'është gjë e mirë. Se mund të kishin qenë disa gjëra shumë herë më mirë nëse do kishim një aktivitet të përcaktuar. Patjetër, por se kjo që thoni ju është absolutisht shumë e vërtetë, sidomos për fëmijët e moshave të vogla, dhe jam i vetëdijshëm për këtë, por duhet të thënë që ky nuk është një problem i shkollës se funksionon shkolla në vetvete. Ky është një problem administrativ që qeveria nëpërmjet instancave të saj mund ta zgjidhë këtë pjesën e shkollimit. Unë do të jap një argument tjetër, jo për të hedhur poshtë tani, por për të dhënë një variant tjetër të gjës. Shkolla sot, një ndër ato që këta synojnë të bëjnë me shkollën, shkolla si qendër komunitare që quhet, synon që dhe pas mësimit nxënësi qoftë të mësoj në ambientet e shkollës, por që qoftë dhe të argëtohet në ambientet e shkollës. Dhe unë kam punuar për vite, e thash pak më parë për vite tëra. Asnjë nxënës nuk të vjen pas mësimit qoftë për mësuar, qoftë për të argëtuar. Sigurisht që kjo nuk është kaq kështu bardhëzi sa e thash unë, sepse duhet gjetur mënyra dhe duhet gjetur format e duhura për ta bërë nxënësin që të vi, ose ti duhet ju ofrosh nxënësit, sepse shkollat tona janë akullim, po themi. Unë kam punuar për 10 vite me një shkollë që në verë atje ishte tmerrësisht vap edhe ne beshim ujë me djersë, ndërsa ndimri ishte tmerrësisht ftohtë, sepse madje ishte edhe shkollë e re, sapo ndërtuar, domethënë kur vajtëm në fillim. Pra ne nuk kemi edhe kushtet e duhura për t'i ofruar këto. Por patjetër që në Shqipëri është kjo që thoni ju, njerëzit pastaj gjejnë këto mënyrat alternative për të vajtur tek shkolla private që i mban pas mësimit dhe që i ofron prindërve mundësi për të lënë fëmijët. Por shoqëria jonë nuk e ka ndier shumë këtë në dallim nga perëndimi, nga Gjermania ose nga tjerë, sepse ne jemi shoqëri akoma që jetojnë me gjyshin, me të afërmit e tyre, jemi akoma shoqëri shumë sociale. Edhe ajo, të gjithë beratit që kanë vajtur në Tiranë nuk i kanë më prit me vete, kupton, nga të gjitha rrethet që shkojnë atje. Ata po e ndjejnë më shumë. Ndaj thash kemi rezistuar deri tani dhe nuk e kemi ndier kaq shumë deri tani si pasojë e kësaj, por do kalojnë më shumë vite. Tirana e ndjen shumë për shembull. Tirana ndjen shumë si pasojë e kësaj që thatë ju që kanë vajtur në Tiranë djalët dhe nusja, po s'kan ardhur prindrit, po themi. E njëjta gjë nuk vlen akoma, po themi, për Beratin ose për këto qytete të tjera që akoma jetojnë me të afërmit e tyre dhe ekskluzive, por në të ardhmen sigurisht do jetë një problem shumë i madh. Ose do gjendet një rrugë zgjidhje, siç ofron Gjermania, po themi, që pas mësimit nga ora 1 ose nga ora 2 deri në orën 4 ose 4:30 ti jepet mundësia qoftë për të drekuar dhe qoftë për të mësuar ose qoftë edhe për të argëtuar në ambientet e shkollës, ose pastaj do kemi probleme thellim të problemeve sociale, se e thatë ju, po neve na ka ruajtur Zoti në një farë kuptimi, si thonë që tamam na ka ruajtur Zoti. Sapo ka ardhur, sapo vite kanë kaluar dhe situata është përkeqësuar edhe më shumë, se të mendosh që fëmijëria jonë dhe po themi ajo adoleshenca jonë e hershme nuk ka pasur këtë lloj problematika që kanë fëmijët sot dhe adoleshentët e sotëm, sepse problematikat duhet ta pranojmë se kanë ardhur dhe janë bërë edhe më të mëdha, janë bërë edhe më komplekse, janë në vende edhe janë thelluar edhe më shumë, kështu që është një problem që mund të shndrohet të ardhmen në një problem social. Jam i sigur, sepse më ka ruajtur Zoti, sepse mbas edhe shtatës nuk e kemi pasur, por nëse do vitet 2006, 2010, 2015, mund të ekzistonte një mafje, një krim i organizuar jashtëzakonisht i thellë që mund të merrej me trafikimin e fëmijëve etj. Është shumë e thjeshtë në Shqipëri. Është gjëja, domethënë,
Unë më vjen shumë keq e them dhe shpresoj mos jetë asnjë kriminal i një organizate të madhe që dëgjon këtë podcastin, por që është shumë e thjeshtë të marrë shpeng një fëmijë në Shqipëri. Është e frikshme mua, është shumë e frikshme kur e mendon. Prandaj unë gjithmonë e shikoj si makro, domethënë. Pavarësisht te kjo pjesa ekstreme, po them që sigurisht ekziston, por po edhe te gjërat e thjeshta, ku do ri ky fëmijë, do ri rrugëve. Do ri gjithë ditën rrugëve dhe vetëm ai fëmia, kjo është më e thjeshta, fëmia është si brumi, pra është pikërisht ajo si ta gatuash të brum, sepse kur vijnë prindërit nga puna, ata janë të lodhur, kanë streset po themi streset e punës, streset e ditës dhe nuk kanë as ngjetë me fëmijën. Normalisht, shiko, unë nëse do kisha utopinë time ideale, do doja që e ke parasysh të ishte mundësia që një prind, sidomos deri më moshën 10 vjeçare, të ishte me fëmijën, apo që fëmia mos rritej nga shteti, po të rritej nga familja, me ndihmën e shtetit. Dhe nuk më pëlqen gjithkohës që të formohet me lloj-lloj idesh pseudo progresive apo çfarë nuk kanë gjojnë nga këto leftistat e moderne etj. Por kjo nuk është reale. Edhe unë mendoj tash, okay, të paktën të kemi një sistem që funksionon, meqë kjo gjë nuk është reale, meqë na duhet të punojmë, sepse nuk mbijetojmë dot, nuk kam si përpara që punonte njëri dhe mbante 3 breza me radhë, s'ka më ashtu. Sot është kështu. Këto karta kemi, hajde luajmë me këto. Të paktën të jetë një sistem që funksionon më. Se nëse është sistemi që funksionon, do mblidhen ato, do han farat e cepi pallatit, do shikojnë kozakun e Leshi Preshi tash mos ti përmendim emra se turp kush dëgjon. E ke parasysh edhe normalisht ti e lë në një kështu në një perëndim të egër, në një Wild West, domethënë që si të vej, le të vej. Domethënë që është fëmia ajo, që është gjuna më i madh, domethënë që mos të kujdesesh për të. A mirë ti përmendëm përpara që është problem administrativ dhe politik edhe pa dashur domethënë të mbaj më shumë se edhe ti ke planet e tua, unë do doja të diskutonim çik për çfarë dreqi po ndodh apo kurrë. Ç'po bëhet, ku po vemi jo? Se nuk po marrim gjë vesh fare domethënë, sidomos unë që jam larg edhe që nuk e di sa e kuptojnë njerëzit e tjerë, po ndonjëherë kur ikën larg domethënë di si të ngrihen më shumë deja, domethënë sikur bëhesh më shumë patriot. Nuk e di bëhesh me të vërtetë më shumë, po le të themi minimumi sikur bëhesh. Më shumë edhe të interesojnë këto gjëra. Mendoj që te kjo pjesa e fundit që thatë, është ajo pjesa që ajo dashuria po themi për atë dheun ose për vendin e lindjes, është nga ato instiktet natyrore të njeriu, domethënë që sado që ai të largohet, sado që kudo të vej, pikërisht është diçka që pikon atje ku ai është rritur. Unë e shoh kështu se çfarë po ndodh sot në Shqipëri, domethënë, të jemi domethënë që nuk dua ta politizoj ose të futem në terma konkret. Po them që është një përpjekje e jashtëzakonshme e një klase 33 vjeçare politike, e cila në 33 vite ka rënë dakord për të mos prekur vetveten e saj, e cila është bashkuar tani sepse po ndjen lagështin në mënyrë figurative. Lagështin nga një sistem drejtësie, i cili sigurisht nuk është i përsosur, por i cili është investimi më i madh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian ka bërë sot për sot në Shqipëri. Kjo klasë politike e bashkuar së bashku me oligarkë të njëjtë që investojnë edhe tek njëra palë, por investojnë dhe për të mbajtur palën tjetër, është në bashkëpunim me aktor dhe faktor të rëndësishëm mediatik. Por dhe nga bota e errët, pra kemi një kompromis midis politikës, midis oligarkëve, midis medias dhe midis botës së errët për të mbajtur këtë sistem të pandryshueshëm. Se si do vej kjo luftë ngelet për tu parë, por lufta ka filluar. Se kush do ta fitojë ngelet për tu parë, por them që kjo klasë politike duhet të marrë fund dhe në Shqipëri të mbyllet një herë për gjithmonë ajo që është folur gjithmonë, të mbyllet tranzicioni, por të mbyllet vërtet tranzicioni me këta njerëz që kanë mbajtur peng Shqipëri për 30 vite. Të jemi të qartë, jo se ata që do vinë janë shpëtimtarët, ose jo se ata që do vinë do jenë më të mirë se këta sot, ose jo që ata që do vinë
do japin zgjidhje përfundimtare halleve të shqiptarëve. Por në Shqipëri duhet të marrë fund një herë për gjithmonë pandëshkueshmëria në katet e larta të politikës. Pra për 30 vite nuk kemi ndëshkueshmëri tek këta njerëz. Tani kemi disa institucione që deri tani kanë arritur deri tek zëvendës kryeministri. Nuk e di do vjen deri tek kryeministri apo jo, po ngjelet për të parë. Por deri tani kanë vajtur tek ministrat, që s'kishte ndodhur asnjëherë 30 vite. Pra e rëndësishme është që kryetarët e bashkive, deputetët, ministrat, kryeministrat, të kenë frikë nga drejtësia, sepse frika është ajo që ruan vreshtin, nuk është të them unë gjithë ditën këtu që jam i ndeshëm, po s'pata frikë nga ligji unë. Pra njeriu duhet të ketë, në gjykimin tim, njeriu mund të ketë frikë ose nga Zoti ose nga ligji. Këta nuk kanë frikë, këta nuk patjetër ose nga dyja, patjetër, kjo është absolute. Këta nuk kanë frikë as nga njëri as nga tjetri. E këto dhe kemi këtë shoqëri dhe kemi këtë politikë që kemi, unë kështu e shikoj në mënyrë makro, po them, në mënyrë përgjithshme. Pastaj mirë, por që dikush të ketë frikë ndaj diçka, domethënë që frika e ruan vreshtin, po kur frika nuk ekziston. Vreshti është, e kupton, han me të katra dyert, me gjitha dritaret hapur, domethënë, edhe pa çatim. Prandaj thash është duke u zhvilluar, është duke u zhvilluar një betejë. Nga një anë kemi këto polet që thash, nga një anë kemi këta që po ajo që më bën shumë përshtypje mua është fakti se këtu në një lloj simbolike, le të themi filozofike apo jungiane, këtu mungon brenda për brenda këtyre konglomerateve apo grupimeve politike kjo vrasja politike e njëri tjetrit, kjo vrasja e babait, domethënë këtu nuk ka një të ri që të dali dhe ta hedhi, domethënë që shife se ty të ka ardhur koha. Miropafshim, siç bëri Merkel me paraardhësin përpara, domethënë që është një shembull i famshëm, e përdora edhe unë tash se ajo më erdhi e para në mendje, por që mungon kjo, nuk e shikojmë nga asnjë anë neve nuk shikojmë, edhe nga ata të rinj, domethënë që kanë të partitë e vogla dhe kanë kaq vite, se kjo është më e frikshme afare që ata që kanë dalë, që me pseudo partitë vogla kanë disa herë që kanë kandiduar dhe nuk ka funksionuar, edhe bile njërin e kanë pasur edhe në podcast dhe kanë pyetur, kanë thënë që po unë kur kemi votuar prap mua më kanë votuar, domethënë se nuk më lënë ata të ikja unë, po ne tash okay. Mirë ne për ata që kemi, po mirë ne për ata që do vim nga ana tjetër, por ata që do vinë nuk janë garantë që do jenë më mirë se këta. Por duke u instaluar në Shqipëri ndëshkueshmëria, të paktën do kemë frikë edhe para kjo gjyqësori vepron në bazë të precedentit. Pra nëse hapet precedenti për një, do thotë që të gjithë tjerët e kanë rrugën e hapur. Po pyetja ime për ty specifike është pse nuk ka nga brenda? Pse nuk ka thika Brutusi nga brenda, domethënë për Ramën, për Berishën, për Ilir Metën? Si nuk del një më vëlla që ti thosh, ore vëlla, dale vëlla se ku puna çon se është ardhmja jon. Ore zotri ti je 70 vjeç, po unë jam 30, unë kam karrierën përpara, ku puna çon, puna gropos gjithë. Ja të e thënë me pak fjalë, vetë ngjarjet e fundit në Partinë Demokratike treguan që kjo nuk ndodh dhe për shkak të një kulture të përgjithshme dhe antropologjie sociale që ka shoqëria jonë. Pra ne jemi shoqëria shqiptare në përgjithësi është mësuar dhe gjanë gjithë Ballkani, ky është fenomen ballkanik, është mësuar me liderat e fortë, pra nuk është mësuar, ne nuk kemi institucione të forta. Ne nuk kemi drejtësi të fortë, ne nuk kemi arsim të fortë, ne nuk kemi polici të fortë që të jetë. Po në filani, në kohën e atij, po. Patjetër, po ne kemi Ahmet Zogun, kemi Enver Hoxhën, kemi Sali Berishën, po themi dhe tani kemi Edi Ramën. Edhe ai që tentoi për të vrarë babain politik, po themi, i pari në fakt e beri Edi Rama në Partinë Socialiste, por ishte një parti shumë e madhe dhe Edi Rama vinte nga një se u futëm në terma konkret tani dhe s'doja që t'i jepim ngjyresa. Edi Rama vinte nga një karrierë gjatë në drejtimin e Bashkisë Tiranës, pra pak a shumë ai e kishte formësuar, e kishte riformatuar Partinë Socialiste sipas, po themi, modelit të tij. E vrau Nanon, ai praktikisht Nanon e vrau, edhe ndërtoi modelin e tij, i miri keq çështje tjetër. Ky tjetri Basha, kur tentoi të vriste babain, që
e bëri shumë vonë në fakt, por e bëri dhe mendimin e amerikanëve, ju vetëm që babajnë se vrau dot, po doli që vrau veten dhe praktikisht sot vendi është pa opozitë, domethënë. E kupton? Është pikërisht pse ndodh kjo? Ndodh sepse janë gjërat e lidhura dhe sot në lojë Berishën nuk e mbajnë demokratët në Shqipëri. Në lojë mbajnë pikërisht oligarkët që nga njëra anë marrin tendra te Rama, nga njëra anë investojnë për të mbajtur Berishën në lojë, sepse praktikisht është e lidhur. Nëse bie njeri, është efekti domino, do bien të gjithë këta. Nëse bie njeri, prandaj dhe amerikanët e filluan me Berishën, se këta thonë pse filluan me Berishën, sepse Berisha ishte më i forti tani, po themi, edhe në opozitë. Duke rënë njeri, rënjat edhe aq më tepër duke parë se për çfarë pa akuzohet praktikisht nga prokuroria, do thotë që gjithsekush tjetër është Po, është stila Al Capone domethënë. Mund të qindë të zeza do të kapin për gjë më të vogël dhe prapë do të heqin domethënë. Po kjo më pëlqen shumë se është goxha, njerëzit nuk e kuptojnë, por për mendimin tim është goxha romantike, është si një libër i shkruar domethënë. Patjetër, jo, e kisha edhe te kjo tjetra, pra fakti që ne po godasim këtë, që ka kaq shumë mbështetje, që ka kaq shumë njerëz, por ju të tjerë nuk kemi problem fare, kupton? E para, kjo e dyta, fakti që po e godasim për një çështje që është kaq, po themi, e parëndësishme në ato që ndodhin sot për sot në Shqipëri nga politikanët, që bëhet fjalë për miliarda, për tendera, që bëhet fjalë për koncesione, për investime që janë hedhur miliona euro por që nuk janë realizuar. Nëse ne bëjmë për këtë që ka marrë ato 19 ka ndërtuar dhe ka te kompleksi, ka tjetërsuar pronë e tjerë, për ju të tjerë jeni lehtësisht ekspozuar ndaj jetimit dhe ndaj dënimit në të ardhmen. Kështu e shoh unë të paktën. Unë shpresoj të ngrënë goja mjalë, fjala jote në vesh Perëndis, ka thënë ai inshallah po vetë ashtu, po që të shohim domethënë, nga për ne që jemi më të vegjël, që nuk kemi domosdoshmërisht për ditë dhe nuk marrim informacione, le të themi më të drejtë për drejtë, ose më të pastruar nga të gjitha lustrat që se ke vënë edhe vetë Mahamani që në për televizion tani i moft zoti, të duhet nuk e di, të duhet disa filtra të marrësh vesh. Unë kam një pyetje shumë specifike për ty. Edhe do ta bëj pyetje specifike, do të them as emigrantët as diaspora. A duhet të votojnë shtetasit shqiptarë që nuk jetojnë në Shqipëri? Që kanë në shtetësi shqiptare, por që nuk jetojnë në Shqipëri. Atëre, meqense pyetja ma bën në mënyrë drejt për drejt, dhe unë përgjigjem po ta jap në mënyrë të drejt për drejt. Nga aspekti të drejtave ligjore që ofron Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, ata sigurisht që duhet të votojnë. Nga aspekti i parë. Por ka një problem tjetër, një problem shumë të madh tjetër, që ky është mendimi individual dhe siç e shoh unë, pikërisht kjo lloj diaspore, ja ju jeni vetë këtu, domethënë imagjinoj që ju jeni kaq i updateuar me zhvillimet që keni podcast që duhet të edhe ta ndiqni, po themi sa mund ta ndiqni realitetin qoftë edhe politik, por edhe realitetet e tjera në Shqipëri, edhe për arsye të këtij angazhimi. Ajo që unë vëre fatkeqësisht është që shumica e emigrantëve, sidomos ata që kanë për vite me radhë jashtë vendit, e kanë humbur totalisht qartësinë se çfarë ndodh në të vërtetë në Shqipëri, sepse ata janë subjekte të popcornit. Është ai potato coach, ai që është duke ngrënë ose patate ose duke ngrënë kokoshka në darkë, hap televizorin atje dhe po ndoqë lajme tek televizorin shqiptare, Shqipëria është në një begati të jashtëzakonshme. Pra është edhe ky problem. Është një problem. Pastaj problemi tjetër është se shumica e njerëzve që janë larguar në Shqipëri, edhe në bazë të statistikave, është një numër jashtëzakonshëm që është larguar pas vitit 2013 dhe kjo pjesa pasaj besoj që e ka të qartë arsye pse ka ikur dhe ka vazhduar të iki nga Shqipëria. Për një kohë Shqipëria ishte në vend të dytë pas Sirisë për numrin e azilkërkuesve në Perëndim. Imagjino që Siria ishte dhe u shkatërua nga lufta e përgjithshme, ndërsa Shqipëria sigurisht që nuk ishte këto nivele, por për nga numri dhe për nga statistikat ishte e dyta. Kështu që kjo është një etikë me dy presa, duhet të them, por është një drejtë dhe si çdo drejtë duhet respektuar, besoj. Po sepse mendoj me një harë të vogël që kemi pasur, ne kemi një lloj komuniteti që duam të, le të themi, në mënyrë të pavarur, asnjëri nga ne nuk është i përfshirë me asnjë lloj gjëje dhe do duam që me një farë lloj fushate, domethënë secili duke nisur nga Buçi Podcast apo të tjerë që mund të kenë grupime dhe faqe që nuk kanë asnjë lloj lidhje politike me asnjë lloj farfeje sa do të vogla apo të madhe të jenë. Edhe ne duam sepse
vetëm ne dhe Kosova, për shembull, qytetarët e të cilëve nuk mund të votojnë jashtë ku janë. Unë nuk kam mundësinë të votoj. Vetëm ne dhe Kosova. Që është trisht, domethënë. Është trisht që të votojnë maqedonasit para nesh, është trisht të votojnë bosnjakët kudo që janë edhe ne mos të vazhdojnë. Është turp kjo. Ndaj e thash, nga aspekti i drejtave është një drejtë elementare që si gjitha drejtat e tjera njeriu e ka edhe duhet ta ushtrojë, por shikoj edhe në debatin e sotëm, nuk e di sa e ndiq në debatin, pikërisht kryeministri i vendit sot që mburet me bën samite diaspore, harxhon miliona euro dhe mijëra euro për fasadën, për dukjen, për imazhin, në fund fare thotë që ne nuk kemi database thotë për diasporën, ndërkohë që ka gjithë këto vite që diskutohet dhe vazhdon të diskutohet, ndërkohë që kjo gjë mund të bëhet lehtësisht për 3 muaj, As për 3 muaj, shiko, atyre fabulave që thot Kokoshi nuk i fare, se ai është nga kokat e këmbë, domethënë i përlyer me idiocira budallishi që një lloj database për njerëzit ku jetojnë është mund të kërkosh ti shteti gjerman, për shembull, ku jam këtu ti je i detyruar të regjistrohesh diku, kështu që me një kërkesë mund ta marrësh direkt para fare. Plus që si u boka me të Jelbejan gjithë ajo gjë e bukur se Jelbejan nëse do funksiononte ashtu që duhet të funksiononte, do të ishte e mbrojtur, është kryevepër. Po s'është aty ku duhet, domethënë është ordinere, është e pambrojtur, është etj etj. Po si ide është e bukur. Tani nëse ti ke diçka të tillë, si nuk bë ti. Pastaj duke filluar ka një sistem postar në shtëpi të vitit të dërgoj të vini një letër të dërgoj një letër timate, një kartolin nga Brandenburg Etoria apo ku dëgjon dreqi shejtani, nuk ja dërgoj dot valla. Se do vej një rob që ka thënë i sa të ka letër nga djali ikte posta merre. E ke parasysh është një farë lloj që nuk perceptohet. Ndaj e thash, duhet gjetur mënyra për tu zgjidhur kjo, po sigurisht me sa kuptoj, me sa kam parë deri tani dhe me sa kuptoj, përveç se asaj që quhet Partia Demokratike Zyrtare sot edhe këtyre formacioneve të reja politike, Lapaj and Company, domethënë që e kërkojnë me insistim këtë pjesën, pjesa tjetër nuk është se, me sa kuptoj, nuk është se ka fort qef për ta realizuar këtë gjë. Se pikërisht Edi Rama nuk e do sepse ai është shkaktari kryesor që ai japi këto për vetes me ato punë diskutohet. Gjëja e fundit që mos të mbajmë me gjatë. Çfarë mendimi ke për këtë Shqipëria bëhet edhe Lapaj? Po troç domethënë. Troç unë vazhdimisht, unë do doja që Shqipëria të bëhej dhe do doja që një klasë e re politikanësh fakt në Shqipëri ta merrin në dorë, po themi, dhe jo me vestet atyre të vjetërve, sepse e tham që është rreziku që këta të rinj të përsërisin ato të vjetrit, por do doja të paktën ndiqje modeli Kosovës. Pavarësisht se çfarë mendojnë për Albin Kurtin ose politikat e Albin Kurti, domethënë, por shoqëria kosovare ka aftësinë e tregoi aftësinë për të reaguar ndaj lëvizjeve të reja, të cilat sigurisht kishin treguar një lloj qëndrueshmërie në ato që ata kërkonin dhe në politikat e tyre. Në Shqipëri deri më sot nuk e ka pasur shoqëria këtë, sepse neve kemi besuar, po themi, më tepër tek liderët e fortë, ajo që thash deri që në fillim. Por do doja që sidomos në këto zgjedhje pikërisht loja politike në Shqipëri të hapej, sepse sa më shumë të hapet politika, edhe me politikanë, edhe me parti politike, koha e ka treguar që duke pasur monopolin 2 parti të mëdha ose 3 pole ose 2 pole, më keq kanë shkuar gjërat në këtë vend. Ndofta kjo lloj hapje lojës politike, ndofta do t'i bënte mirë dhe do t'i jep një lloj frymare dhe një lloj oksigjenimi gjithë politikës, por dhe shoqërisë shqiptare. Kështu që qoftë Lapa, qoftë lëvizjet e tjera, i shoh të jemi sinqert, i shoh me syrin specifikisht, po them, si karakter, se nëse ke një mendim. Jo domosdoshmërisht duhet kesh, por nëse ke një mendim për atë si karakter edhe si figurë, se është bërë figurë tashmë. Shkot, nuk e njoh nga afër, jemi sinqertë, por se ajo që neve shohim nga jashtë, ato që ai artikulon, tezat e tij, mendoj që e përmirësojnë jetën dhe e pasurojnë jetën politike në Shqipëri. Qoftë Lapaj, qoftë Shabanaj, qoftë dhe të tjerë, qoftë dhe kjo, po themi, qoftë dhe kjo PD, ashtu si do doja unë ta shifja, do doja të shifja në një koalicion të madh, të jemi sinqertë, sepse është vetë sistemi politik në Shqipëri i cili të imponon koalicionin, në një koalicion të madh shoqëror kundër klasës së vjetër politike. Të gjithë në këmbë për Shqipërinë, Shqipëria bëhet dhe të gjithë hajde të bëhemi të gjithë, domethënë, për t'i dhënë fund këtyre, sepse kanë bërë një marrëveshje në vitin 2008 Rama dhe Berisha, që praktikisht
kam betonizuar lidat e partive dhe Berisha ndërkohë beri se e dinte se do qëndronte gjithë kohën në pushtet. Fitoi me vështirësi në 2009-ën, humbi thellësisht në 2013-ën dhe praktikisht e ka bërë Ramën të pavdekshëm në politikë, po themi. Duhet pikërisht ky lloj ndryshimi kushtetues që të hapi lojën dhe të japi oksigjenim. Është po themi ka vdekur e gjithë shoqëria, politika, ekonomia, media, pra ka nevojë për një lloj frymarrje që sigurisht do ndodhi vetëm nëpërmjet hapjes së lojës dhe hapjes së garës politike. Çfarë duhet të ndodhte në arenën politike që ti personalisht ti futej asaj rrugë, domethënë të bëhesh pjesë e politikës aktive në kuptimin e deputet. Jo, unë praktikisht kam qenë për një kohë gjatë pjesë e politikës aktive, por unë jam në politikë. Unë jam i dështuar në politikë, kështu që nuk kam ndërmjet ti futem me politikë aktive. Tash ai i dështuar derisa e del. Ashtu është ajo. Nuk jam i këtij parimi që të vemi tek fitore nëpërmjet dështim pas dështimi, domethënë. Do të provon njëri një herë, provon dy herë, domethënë e shef që sepse është pikërisht ashtu siç e mendoj unë, është pikërisht kjo lloj situate, kjo lloj shoqërie e cila mendoj unë që nuk stimulon këtë lloj modeli, po themi që un kam dashur, nuk e di sa ja kam arrir, por kam dashur të tregoj, pra Ndofta jam unë gabime, ndoshta kam gjetur rrugën e dur për të... Unë beso, siç nisem nga vetja, të gjitha ato gjëra që mund të kem thënë unë sot mund të jenë gabime. Ose që mund të thësh unë kam shumë i hapur për to, nuk ka problem fare. Detyra ime Detyra ime është i them çka kam në mendje se ja futa kot, tash të dalë dikush tjetër të thojë që Blona Sani tek filan episod do ja ka futur kot valla. Aty është qëllimi im. Aty kënaqem unë. Kur ngrihet një debat, kur dele vërteta, se jam unë shkaktari apo fajtori, kjo s'ka rëndësi fare. Se Shqipëria ka vajtur këtu ku ka vajtur, pikërisht se këta njerëz që kanë qenë aty nuk kanë ngritur këto pyetje në fund. Pra këta kanë menduar se vetëm këta e kanë pasur të drejtë dhe vetëm kështu mund të bëjë ky vend. Prandaj i vend ka vajtur dhe po vete aq keq dhe po thellohet akoma më keqe. Prandaj dhe politikanët e rinj dhe këta duhet të ngrihen pyetje. Pra, e para, çfarë do bëjmë? Do ndërtojmë shtetin apo do sigurojmë pushtetin? Sepse për 33 vite në Shqipëri ky debat midis shtetit dhe pushtetit është fituar nga pushteti. Pra, pavarësisht se çfarë bëhet me shtetin, domethënë rëndësi ka që të sigurojmë pushtetin. Dhe kanë siguruar disi, domethënë sepse janë pasuruar nga pushteti, ka qëndruar gjatë pushtet, vijojnë të qëndrojnë gjatë pushtet. Ndërkohë që shteti është dobësuar më shumë duke u thelluar drejt përkeqësimit. Bukur. Dashur dëgjues, shikues, ky episod ka dalë si gjithmonë në Patreon më përpara, kështu që nëse nuk ju duroj deri episodin tjetër, mund të bëni pjesë e Patreon, mund ta mbështesni Buy Me a Coffee, to të gjitha tjera siklet e kam mund të kërkoj njerëz dhe kështu pavarësisht se është shumë e rëndësishme kjo. Për sa gjithsesi, edhe pse un kam turp, ju vazhdoni, mund të ndihmoni Buçi podcast, por si gjithmonë më kryesorja mbetet të lini një like nëse pëlqen, komenti është ajo që mua më intereson më shumë. Nëse unë ke futur kot në një rast, jeni të lutur të komentoni që se sa keq edhe sa gabime kam pasur, ajo është pikërisht ajo që duhet të kemi sa më shumë, edhe nëse ju pëlqeu, thjesht përshëndajeni me shokët tuaj, bëni një mohabet me tavolin, një sot një nesër, kismet, mbase kështu bëhet e gjitha. Na mirë, më nderove, kam të dyja pjesët i kam shijuar jashtëzakonisht shumë, ai shumë sa tani po vjen edhe pak turp nga vetja se s'e kam ftuar më përpara. Po kishte edhe pas siguri nga ana ime, në fakt që nuk e dija do ta mbaj dot ritmin apo jo. E shpresoj mos jetë era e fundit në podcast edhe të uroj gjithë mirat. Nëse ke diçka mbyllse ose ndonjë mesazh për të rinj. Jo, ato çfarë kish për thënë i tham, por duhet të ndaj thënë unë në kënaqësi, edhe unë nuk e mendova që do merja, po themi të jemi sinqert, do merja të një në kënaqësi, po sigurisht ishte në kënaqësi dhe të uroj suksese në këtë gjë që bën, sigurisht që ti ke angazhimet e tua. Por duke u marrë me podcastin, sigurisht që lë nga ato angazhimet e tua që dhe jep këtë lloj kontributi që të uroj suksese në të ardhmen. Të falenderoj atëherë,
edhe bashkë do shihemi herën tjetër. Gjithë mirat. Buqim në bu, CH, CHI, bu, CHI, podcast.